Një ditë përpara protestës kombëtare të 24 janarit, Sali Berisha ju bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen në këtë tubim, i cili sipas tij nuk do të ndalet më deri në arritjen e qëllimeve të shpallura nga Partia Demokratike. Sipas Berishës, në kushtet kur kanë rënë të gjitha institucionet shtetërore, shpresa e vetme janë qytetarët dhe reagimi i tyre përballë kësaj maxorance. Dita e djeshme faktoj dhe një herë të dashur qytetarë dhe qytetare, se vetmja shpresë e këtij vendi, e vetmja shpresë e këtij kombi, e vetmja shpresë e trive dhe fëmijëve shqiptar jeni ju. Jemi në kilometrin e fundit, me guxim dhe besim, të vendosur të bëjmë çdo gjë për përmbyshjen e këtij regjimi. Duke theksuar se Partia Demokratike nuk thërret protestat të dhunshme, Berisha kishte një paralajmërim për kryeministrin Rama. Qytetarët do të japin leksion qeverisë. Leksion të fortë. Dhe të rri në zyrë ta provojë. Ka që them, rri aty, moret i ke blinduar, dyrt i ke plumosur, rri, shko futur rri në je burr. Përgjatë kësaj dalje, Berisha konfirmoi se Partia Demokratike nuk do të ulet në tryezat e komisioneve të posaçme që u ngritën në tetor të vitit të shkuar. Kemi ndërprer bashkëpunimin me narkomaxhorancën, ne krijojmë komisionet e reformës territoriale me forcat opozitare dhe reformës zgjedhore me forcat opozitare. Me media, me të gjitha, dhe ne krijojmë, ne paraqesim para shqiptarëve reformën tonë territoriale.